Prej vitit 2011, çdo verë e tyre ka emrin Shëngjin. Një çift nga Kosova ka zgjedhur për 14 vite radhazi këtë qytet bregdetar si vendin e pushimeve, duke krijuar një lidhje të veçantë me të, që sot e quajnë shtëpi e dytë. Gjatë këtyre viteve, çifti ka vizituar të gjitha plazhet shqiptare, nga veriu në jug, por asnjë sipas tyre nuk e ka zvendësuar Shëngjinin, kur gjatë viteve të fundit kanë blerë edhe një apartament në këtë zonë turistike. Shëngjin banesën e kam temën, Rafaelo, i me shoqen, kaloj kohër, 4-5 muaj që është 20 ditë, 15, jo vi vojzat, pas zolli është i mirë, uji, që kësa probleme s'kajnë ta Shëngjini kësaj dhe. Sa po, ma shumë e ka lejha problemin se Shëngjini. S'kum gjo ve pa shetit, sa mele, sa ronde, vlore. 7 vjetë jem shku të mali robit. Kara e drova veri që tu vendosë e bjerë, ma njësër e stera ko fukara da ke mak, plazha i ke pas bunkerat, unë e për këtë luftu që jem kom këtu ndurs, që 14 vjetë zdanat, për kom banesën të ene. Këty ku ka një ketë, jo koni knoqën, ka është jo vendosë. Këtu me bashkëshortin vina për çdo vetë shumë e du Shëngjinin. Është vend pushus, për nerva, për gjithë shka, uj i mirë, plazh i mirë, ma mirë zdi ku ka me shku, gjithë shka ka të veçantë. Jem shku të na ndejnë Saron veç me Shëngjini mas shumë të më kërkuj. Saron është e bukur bëllë, po për pleqës është. Ata janë dëshmitar të ndryshimeve që ka përjetuar zona, ndërsa Shëngjini për ta nuk është vetëm një vend pushimi, por pjesë e historisë së jetës së tyre. Si ky çift, mijëra qytetarë nga Kosova zgjedhin çdo vit bregdetin e Lezhës për pushime verore. Sipas të dhënave nga autoritetet lokale, rreth 65% e pushuesve në këtë zonë janë shqiptarë të Kosovës, duke e bërë këtë komunitet vizitorësh jo vetëm më të shumtit, por edhe më besnikun ndaj turizmit të Lezhës.